Ambasadori shqiptar në Emiratet e Bashkuara Arabe, Rido Cortezi, ka raportuar lidhur me situatën në vend pas sulmeve në aeroportin e Abu Dhabit. Ai theksoi se situata ka qenë më e qetë dhe se sistemi antiraketor i Emirateve të Bashkuara Arabe ka funksionuar mirë dhe nuk ka pasur dëme. Çdo gjë është mirë, po sot ka qenë një ditë më e qetë. Sulmet kanë qenë më të pakta në numër dhe sistemi antiraketor i Emirateve të Bashkuara Arabe ka funksionuar mirë dhe nuk ka pasur dëme. Ka pasur disa goditje në mëngjes herët në aeroportin e Abu Dhabit, në disa terminale periferik, po ashtu dhe në terminalin e aeroportit të Dubait, dhe ato në disa terminale periferike. Risia ka qenë që është goditur dhe baza ushtarake franceze këtu në Abu Dhabi, sepse këtu në Abu Dhabi është baza franceze dhe baza ushtarake amerikane, tha ai. Ambasadori ndër të tjera shtoi se sulmet kanë qenë të paparashikuara dhe sa i përket komunitetit shqiptar, nuk ka pasur shqetësime ose të lënduar. Sulmet kanë qenë të paparashikuara dhe sa i përket komunitetit shqiptar, nuk ka pasur shqetësime. Kuptohet ka kontakte me ta, kanë pyetje dhe shqetësime të vogla, më shumë për kur mund të largohen ose kur mund të hapet hapësira ajrore. Por gjatë këtyre sulmeve ka pasur dëme shumë të vogla, njerëz rreth 2-3 të vrarë dhe disa të plagosur, por fatmirësisht nuk ka të lënduar nga shtetas shqiptar, tha ai. Ndër të tjera, ambasadori theksoi se pamjet që qarkullojnë në rrjet për sulmet janë neutralizuar nga sistemi raketor. Sipas tij, janë neutralizuar me 150 raketa dhe mbi 200 drone. Sistemi raketor i Emiratit Bashkuara është një nga sistemet më të zhvilluara. Është sistemi TIAD Patriot, i cili ka neutralizuar shumicën më të madhe të këtyre raketave dhe droneve. Bëhet fjalë për 150 raketa dhe mbi 200 drone. Dhe pikërisht ajo pamje që keni parë juve janë mbetje raketore që neutralizohen në ajër dhe bie në forma mbetjesh poshtë, tha ai.